Një udhtim që fillon me kërkimfalje dhe dhënien e saj, një udhtim që nis me pendim të sinqert dhe përfundon me një zemër plot falje për të tjerët. Këto janë disa nga mesazhet sensibilizuese që i gjeni në faqen e Myftynisë së Tetovës në Facebook, ku njoftohet për mbarvajtjen e Haxhit 2026. Myftyi i Tetovës Selver Xhemaili thotë se procedurat kanë filluar që nga viti i kaluar për arsye se regjistrimi dhe evidentimi i haxhimeve kohën e fundit bëhet një vit para. Për të kryer Haxhin 2026, nga Tetova janë regjistruar 440 njetëli. Tashmë janë siguruar vizat. Në bashkëpunim me Qendrën për Shëndet Publik është bërë vaksinimi i haxhilerëve, kurse do të mbahet edhe një seminar me të gjithë haxhin ku do të bëhen shpjegime profesionale se si kryhet haxhi. Nga Tetova, gjithsej kemi 440 haxhi, njetëli, prej atyre edhe plus 21 antar janë si pjesë e personelit mjekësor dhe profesional fetar, domethënë udhëheqës të haxhilerëve, dhe pjesa tjetër e udhëheqësisë së haxhit, gjithsej i kemi, domethënë 464 nga Tetova që do të udhtojnë për haxhin, për të kryer haxhin 2026. Normalisht në paketën që është paraparë për një haxhi, përfshihen të gjitha gjërat që mund të ketë nevojë haxhiu gjatë udhëtimit, domethënë me fluturimin, me mbutjen në hotele, me ushqimin, me udhëheqjen profesionale, me të gjitha gjërat deri në imtësi që i duhen një haxhiu për ta kryer haxhin në mënyrë formën më të mirë, janë të parapame që të realizohen. Myftyi i Tetovës bëri publike edhe itinerarin e fluturimeve për në vendet e shenjta. Në dispozicion të Bashkisë Fetare Islame janë 11 aeroplana. Pritet që si vjet të udhtojmë nga data 15 deri 20 maj, që do të thotë parasysh 11 aeroplana janë gjithsej, por për haxhit e Tetovës është e parapame nga 17, 18, 19 maj të nisemi për në vendet e shenjta, dhe pas qëndrimit 25 deri 26 apo 27 ditë atje, do kthehemi inshallah në vendlindje. Nisja do të bëhen nga Shkupi në Xhide dhe kthimi nga Medina në Shkup. Kompania ajrore tashmë është kontraktuar për disa vite me radhë, BPI udhton me të njëjtën kompani. Indikacionet janë që për shkak të situatës që mbizotron në lindjen e mesme, ekzistojnë disa shenja që kompania ka mundësi që të vendosë një taksë sigurie. Taksa ende nuk është konfirmuar, por kjo ka të bëjë mes BPI-s dhe kompanisë ajrore. Myftyi i Tetovës thotë se pavarësisht zhvillimeve në lindjen e mesme, nuk ka shenja rreziku për sigurinë e njetëlimve dhe se procedurat vijojnë sipas plan programit. Procedurat e haxhit veç kanë filluar në Saudi, nuk ka ndonjë pengesë, nuk ka ndonjë paralajmërim që ka rrezik për sigurinë, domethënë është krejtësisht gjendje normale, për arsye se vija e udhëtimit tonë është krejtësisht është larg asaj gjendjes luftarake që është në lindjen e mesme. Kështu që nuk ka ndonjë shenjë se ka ndonjë rrezik dhe nuk ka ndonjë paralajmërim se mund të ndalohet apo të anulohet. Këtë vit në Haxh dhe për vizitë në vendet e shenjta myslimane nga Maqedonia e Veriut do të shkojnë 2020 besimtarë, që është numër identik me vitin e kaluar. Besimtarët do të udhtojnë prej 14 deri më 21 maj me fluturime charter me aeroplan. Sa i përket moshës, sipas BPI-s, këtë vit ata që udhtojnë në Haxh i takojnë gjeneratës më të re, ndërsa më i moshuari është një 75 vjeçar. Çmimi për aranzhim për Haxh është 6.700 euro, që është më i lartë për 250 euro në krahasim me vitin e kaluar. Festa e madhe e Bajramit të Kurbanit këtë vit bie më 27 maj.